Policia ka vënë në pranga një shtetase kineze e cila kishte kthyer një apartament të marrë me qira në fole prostitucioni. Sipas policisë mësohet se në pranga ka rënë një 61 vjeçare identifikuar si Huan Pang, e cila është arrestuar në flagrancë për veprën penale prostitucioni dhe falsifikimi monedhave, ndërsa në kërkim është shpallur një tjetër shtetase kineze 46 vjeç, e cila akuzohet si organizatore e kësaj veprimtarie kriminale në qytetin e Pogradecit. Gjithashtu, në gjendje të lirë, do të hetohet edhe pronari i apartamentit të dhënë me qira. Gjatë kontrolleve, policia gjeti dhe sekuestroi euro të fshehura brenda një lavatriçe në apartament, ndërsa janë sekuestruar gjithashtu shuma parash të valutave të ndryshme, kartë monedha, lekë të dyfshuara të falsifikuara, që janë gjetur shtetases së arrestuar dhe 4 telefona celular. Dyshohet se ka edhe shtetas të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale brenda dhe jashtë vendit, nga ku kryheshin telefonatat dhe veprimet reklamuese për këtë veprimtari. Ndërkohë, vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.